në përgjigjet interesit tuaj të lartë, kam të ftuar mikun tim dhe mikun tuaj dhe të emisionit, doktor Dritan Demira, i cili na bashkohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kolonel, mirë se erdhë. Shpejt e shpejt të kuptojmë pak situatën ndërkombëtare. Europa po përgatitet me sa duket sigurisht për të zëvendësuar rolin e Amerikës. Ambasadori amerikan në NATO dhe komandanti i forcave të armatosura amerikane në Gjermani ka thënë që nuk është ky momenti që të mendojmë seriozisht për largimin e Amerikës, ndërkohë europianët janë shumë të shqetësuar për fitoren e Putinit në Ukrainë nëse ndodh. Pra nëse kryhet një marrëveshje ndërmjet Zelenskit dhe Putinit sipas këndvështrimit amerikan. Kolonel, a do të shkojmë në këtë marrëveshje paqe apo do të prishet rrugës, dhe a është gati Gjermania të zëvendësojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si komandant i NATO-s dhe të bëhet kupola mbrojtëse për Europën që ndihet e kërcënuar nga Rusia në këto momente? Edhe mundet që po, por sa i përket rolit Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të duhej që Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe për disa vite, paktën për një dekadë, të vazhdonin të qëndronin pra të mbanin një prezencë siç e kanë në disa vende, po kryesisht në Gjermani, që është prezenca më e madhe, në Itali, në Turqi, në Greqi, por edhe përgjatë kufirit lindor të NATO-s, së pari. Së dyti, shqetësimi i ambasadorit amerikan në NATO dhe i komandantit të Komandës Supreme të NATO-s në Europë është realist, i vërtet, siç e themi ne me këmbë tokë, për shkak se fuqia amerikane është absolutisht e pazëvendësueshme. Do të duhej një Gjermani e cila në rast se do të kishte filluar këto reforma ndoshta 20 vite më parë, edhe mundet të zëvendësonte pjesërisht fuqinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por pavarësisht industrisë të jashtëzakonshme dhe fuqisë ekonomike, Gjermania ka të pamundur jo vetëm sot dhe në dekadën e ardhshme, por edhe shumë dekada në vijim, të zëvendësoj fuqinë e jashtëzakonshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Për shkak se nga njëra anë nuk mjafton vetëm të kesh fuqi financiare, do të duhet që të kesh fuqi edhe teknologjike, të dy të cilat Gjermania sot i posedon, por e ka të pamundur për shkak se Gjermania është një vend që çdo gjë e importon, nuk ka minerale, nuk ka naftë, nuk ka gaz, ka një varësi të jashtëzakonshme, dhe që të ngresh një industri ushtarake për të përballë, pra për të zëvendësuar Shtetet Bashkuara të Amerikës, është e pamundur sepse qoftë minerale dhe rradha, qoftë një pjesë e këtyre gazit, naftës dhe mbajtjes në fuqi, ose të mbajtjes ndezur të ekonomisë gjermane, e cila nga vit në vit është duke rënë, si pasojë e shkputjes nga këto që i kemi bërë analizat pak më parë, ka të pamundur të prodhojë këtë sasi. Pra, kompleksi industrial gjerman e ka të pamundur. Kolonel, do të tërhiqet Amerika në këtë moment nga Europa, apo do ta shtyjë këtë moment për një moment të dytë? A e justifikon frikën europiane apo largimin amerikan? Largimi amerikan a e justifikon frikën europiane dhe gatishmërinë e saj, apo një lloj paniku në raport edhe me Rusinë, edhe me marrëveshjen e mundshme ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë? A do të kemi një tërheqje urgjente të Amerikës? Mundet amerikanët të krijojnë një boshllëk vrasës menjëhershëm, apo kjo do ta kërcënonte seriozisht hemisferën perëndimore, NATO-n dhe aleancën shëbame? Personalisht besoj dhe uroj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të veçantë në këto 2-3 vitet, pra nga momenti që po flasim, në 2-3 vitet e ardhshme, derisa të stabilizohet, le të themi, fronti i Ukrainës apo marrëveshja e paqes e cila mendohet që mund të firmoset gjatë ditëve në vijim, nuk do të duhet të largoheni, sepse po të largohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krijohet një vakum i cili është i pamundur për të mbushur nga the coalition of willing, që e quajnë këto 4 shtetet e forta, nga një anë, dhe nga ana tjetër mund të krijojë kushtet për të eksploruar këtë dobësi, këtë boshllëk nga ana Federatës Ruse. Së treti, mendoj që edhe sekretari Rubio, por në mënyrë të veçantë presidenti Trump me vizionin e tyre
do arrin ta kuptojnë qartësisht që ky nuk është momenti për t'u larguar. Por një tërheqje e pjesshme në interes të objektivave strategjike të Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shkak se shumë e shpërndar në mbi 850 baza në përbot, në interes të sigurisë kombëtare dhe në interes të objektivave afat shkurtë dhe afat mesme, për një tërheqje dhe një rigrupim në një zonë gjeopolitike aty ku duhet për të ushtruar forcë, është krejtësisht e justifikueshme. Por largimi i sasisë madhe të bazave dhe forcave amerikane nuk do të ishte pozitiv. Nuk do të ishte pozitiv. Kolonel, njoftimet nga Europa tregojnë se në rast të një marrëveshje të mundshme ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë në këtë moment në favor me këtë marrëveshje pra të propozuar deri tani në favor të Rusisë, që do të thotë automatikisht fitore e Rusisë në përballjen me Ukrainën, do të humbisnin mbi 1.8 trilion euro dhe se do të prisnin 6-7 milion refugjat të ri në Europë. Shpesh më pyesin kolonel dhe më thonë, Kreshnik, po si shikoni ne që jemi emigrant në Europë? Kolonel, në këto 2-3 vitet e ardhshme ka njerëz që nuk janë të qetë, biles ka shumë emigrant që më pyesin, Kreshnik, kemi këto kursimet tona, unë sigurisht nuk jap këshilla për kursimet, ase ku ti çojnë, ase çfarë ti bëjnë. A të vim Shqipëri, a të kthehemi, a është në rrezik Europa, a mund të kemi një përballje, a mund të kemi një flak të madhe në Europë që mund të vi. Cili është këndvështrimi juaj, kolonel? Çfarë advise, çfarë këshille mund të jepnim për njerëzit që jetojnë në Europë? Personalisht e kam thënë edhe në emisionin e kaluar, por edhe në VMC, Shtetet e Europës, pra 4 krerët kryesorë të Europës, po përpiqen me çdo lloj forme për të detyruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të futur në këtë konflikt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e thash pak më lart, kanë interesat e tyre gjeopolitike dhe gjeoekonomike dhe për rrjedhoj do të bëjnë çdo gjë të mundur për t'ju shmangë përplasjes me Federatën Ruse. Nga ana tjetër, Shtetet e Europës në saj të largimit të gjithë këtyre, le të themi, eksporteve dhe importeve që realizonin, për në mënyrë të veçantë importeve që kishin me Federatën Ruse, tashmë po përballen me vështirësi ekonomike për shkak të rritjes çmimeve dhe për shkak të stagnacionit ekonomik, sepse ekonomia natyrisht kërkon gaz, kërkon naftë, kërkon energji, kërkon risorse për t'u vënë në punë. Dhe në momentin që ato mungojnë ose rriten çmimet e tyre, për rrjedhoj shtohet edhe kostoja e qytetarëve. Dhe pikërisht këtu futet ajo frika që po sulmohemi, do na vrasin, futen generalët, futet shefi shtapit përgjithshëm Gjermanisë, pastaj futet loj shefi shtapit përgjithshëm Britanisë. I Francës gjithashtu po. Francës është i fundit. I Francës është i fundit. Me qëllim që qeveritë e këtyre vendeve të justifikojnë rritjen e çmimeve dhe uljen e nivelit të jetesës. Nga ana tjetër, unë plotësisht i sigurt që një marrëveshje paqe nuk i intereson askujt më shumë se Ukrainës, e cila është bërë cop-cop, e cila drejtohet nga Zelenski dhe një pjesë e liderëve të tij, sfundmi shefi i tij shtabit i sigurisë kryetari pra i sigurisë kombëtare, super të korruptuar që kanë vjedhur qindra miliarda dollar nga parat e taksapaguzve europian, dhe këtë nuk ja thot askush, as Starmeri, as Macroni, as Scholzi dhe as kush tjetër. Qindra miliona dollar të euro të taksapaguzve europian janë vjedhur nga leadershipi i Ukrainës. Dhe unë mendoj që askush më shumë se Ukraina nuk fiton. Nga ana tjetër, do të duhej që të gjendeshin mekanizmat për ta detyruar Federatën Ruse që të paguaj dëmin e këtij terrorizmi shtotror që ka bërë për gjatë këtyre 3 viteve e gjysmë në territorin e Ukrainës, kundër infrastrukturës, kundër popullsisë, po kundër edhe të gjithë infrastrukturës industriale të Ukrainës, edhe industriale dhe ekonomike të Ukrainës. Qartë. Të shpërngulemi në një moment të dytë, se kjo çështje do të kuptohet se si do të ketë dinamikat në shpejtësi. Me njëherë pas rikthimit të presidentit sirian,
Al-Shara nga Washingtoni dhe nga pritja e bujshme në shtëpinë e bardhë, batutat me Donald Trumpin, loja e basketbollit me Marinsat ke shtëpia e bardhë, parfumosja nga Trumpi e kështu me radhë, kthehet në Siri, po përpiqet hap linja me Moskën, me Washingtonin, me Kinën, me gjithë, me Sirin, me Turqinë, me vendet e gjirit e kështu me radhë. Izraeli sulmon Sirin, ka bërë një goditje shumë të fortë në zonën e një rajon shumë pranë Damaskut, zona Algjin, komun, rajon, fshat, quesi të duash, qytez, dhe ka ekzekutuar shumë Sirian. Çfarë po kërkon Izraeli tashmë në Siri, komandant? Çfarë ndodh atje? Çfarë është duke ndodhur në lindjen e mesme? Përse amerikanët po tentojnë, Donald Trump do të nisë 2 emisar urgjent për të ndaluar dhe për të marrë në kontroll situatën. Izraeli po bën presion. Sigurisht izraelitët janë të shqetësuar edhe nga një afrim amerikano-turk për rritjen e influencës turke brenda Sirisë, dhe Trumpi shikon se Erdogan dhe Turqia mund të luajnë një lloj roli aty dhe po përpiqet që të mbajë raportet mira me këtë. Kjo e shqetëson Benjamin Netanyahun e kështu me radhë. Shumë shkurt, kolonel, se do kthehemi tek lojrat tona që po i presin shqiptarët me shumë ankth dhe me shumë padurim. Çfarë kërkon Benjamin Netanyahu në Siri? Tashmë që ra Asadi, tashmë që ranë të gjithë, tashmë që ushtria siriane nga njëra nga ushtrit më të rëndësishme të lindjes mesme, tashmë është komplet pa armatime sepse janë bombarduar të gjithë dhe janë goditur të gjithë. Çfarë kërkon Netanyahu në Siri? Përpara se t'ju kthej një përgjigje, më lejo që ti them teleshikuesve, po në mënyrë të veçantë atyre patronazhistëve që përpiqen të na ironizojnë për analizat tona. 8 vite më parë kam botuar këtë libër, të cilin sot nuk e gjen askund, se mendon të askush, të cilin ishte i vetmi libër i botuar sot për sot. Futuni në Amazon, futuni në Google, nëse keni një libër 612 faqe, të cilën në bashkëpunim me Kreshnik Osmanin kemi analizuar në detajet më të vogla 8 vite më parë për xhihadistin Mohamed Al-Gjulani apo presidentin Al-Shara. Dhe përgjigjet e kësaj pyetje dhe përplasjet e 6 vendeve ose 6 gjeopolitike të 6 aktorëve të rëndësishëm e gjeni sot në këtë libër të botuar 8 vite më parë 100% të përgjigjeve. Pa diskutim Kreshnik, sepse sot shqetësimi më i madh i Netanyahut është se Al-Gjara, një ish aset i tyre, i financuar, i mbështetur prej tyre, siç edhe kemi analizuar 8 vite më parë në këtë libër, tashmë po ju del jashtë kontrollit. Al-Shara pra shkoi në Washington, kolonel, dhe u tha amerikanëve, doli edhe në Fox News, tha unë kam ndryshuar mendje, tha lërni këtë historinë e terrorizmit, dhe ai sot po performon për hir të vërtetës si një diplomat kalibrit ndërkombëtar. Vazhdoi iden. Çfarë po luhet? Shqetësimet e Al-Shara po i del nga dora e Izraelit dhe kujt tjetër? Patjetër, po i del nga dora e Izraelit dhe në mënyrë të veçantë, kujdes, Turqisë, e cila e solli aty ku është sot. Turqia e solli bashkë me Izraelin. Turqia e financoi ushtarakisht me brigadat arabo-siriano-turke, me MIT-in, me komandën e forcave speciale turke. Unë i kam analizuar deri në nivelet e rrjeteve më të imësishme. Atëherë kur nuk e dinte kërkush se kush është Mohamed Al-Gjulani. As kishte ngjuar kërkush as nëndë. Atëherë kur askush nuk ja dinte emrin, 2 shqiptar botojnë një libër 612 faqe e cila analizon të gjithë situatën gjeopolitike, përfshirjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Federatës Ruse, Iranit, Turqisë, Katarit, Arabisë Saudite, Emiratet Bashkuara Arabe dhe Izraelit, dhe se kujt i shërbente Al-Gjulani. Dhe tashmë që Turqia ka krijuar korridorin David, e cila lidh pjesën perëndimore, jugore, me pjesën verilindore nëpërmjet asaj që njihet si Republika Trekëndshi i Kurdistanit, i YPG-s, PYG-s, duke e lidh me Republikën e Kurdistanit Demokratike të Irakut. Tashmë ky po i del jashtë kontrollit për shkak se
ndërlidhja ose bashkëpunimi drejt për drejt i Al-Sharas, pritja e tij në Washington, pritja e tij nga sekretari Rubio, ardhja e bazave amerikane dhe marrja kontrollit të aeroportit Damaskut, Me 1000 trupa. veprimit, komunikimit, rrugët e komunikimit, zgjerimin e ambicieve të Izraelit madh dhe pengon Izraelin për të marrë kontrollin e mëtejshëm, pra për ta shtuar këtë sipërfaqe. Dhe tashmë nëpërmjet gojës së Al-Sharas, nëpërmjet përpjekjes shumë vizionare të presidentit Trump për ta përfshirë të Abraham Accords, ai deklaroi qartë që unë nuk e bëj dot këtë, sepse ju e dini shumë mirë, ju e njihni lindjen e mesme në çdo rrugicë. Atë e bëjnë cop në Siri, në momentin që ai të firmosi marrëveshjen me Izraelin. Faljen e 7.600 kilometrave dhe 20-30.000 kilometrave tjera që ka ambicje Izraeli dhe pastaj 1/3 e territorit të Sirisë ku ndodhet gjithë uji që furnizon Turqisë, ku prodhohet energjia elektrike, nafta, gazi dhe pastaj ku krijohet poshti gjeopolitik i fuqisë i bashkimit të gjithë kurdëve kundra, pra në një përpjekje në të ardhmen kundra Republikës Turqisë. Të falenderoj. Miq të dashur, koloneli e bëri këtë shpjegim sepse ka njerëz që tregtojnë luledielli dhe shumë bëjnë punë tjera shumë të nderuara, të cilët të thonë se këtu mund të kenë të bëjnë me koklopa të cilët nuk kuptojnë asgjë nga këto punët ndërkombëtare. Bëni mirë se cili të shoh profesionin e vet dhe duhet i merrni shumë seriozisht këto shpjegime që po bëjnë, sepse janë vlerësuar dhe vlerësohen tjetër kund, nuk presin ndonjë miratim, presin përpjekjet tona modeste janë një kontribut për shpirtin ton, për popullin ton, ti kuptoj dhe ai të bëhet i qytetëruar si popujt e tjerë, ti kuptoj se çfarë po ndodh në botë, por nuk presim sevap, as miratim, as not prej as kujt. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju kolonel për... Pra, dhe nuk ju marrim as leje për t'ju bërë analiza. Jo, absolutisht jo, aq më pak leje, por këto punët e kokës, koklop, kokviç, kokështu, këto janë krijesat e Zotit, timet edhe të kolonelit, por nuk ka fuqi këtu shqip folse në Ballkan, jo, por ndoshta edhe me gjërë se aq, që të certifikoj dhe t'i vër not a marrim apo s'marrim ne vesh nga kjo punë. Pra, kush do ta kuptoj këtë, është shpjegim shumë misor, as pak provokues, është shkatërues vetëm për nivelin e pisët patronazhist, të cilët janë me shumicë, sepse janë të shqetësuar nga kanali të cilin ju trëmbeni t'i bëni pak like apo shpërndarje, se është këtu brenda. Ata që e kanë shpirtin e madh po e bëjnë. Duhet ta ndihmoni këtë kanal se po bën një mision shumë të madh. Jo se është Krishnik Osmani dhe Dritan Demire, po kjo dritare po bën një punë shumë të rëndësishme. Duhet ta mbështesni. Kush do le ta bëj. Kolonel, shumë shkurt para se të kthehemi tek loja e madhe në Shqipëri dhe në Ballkan. Venezuela është rrethuar, çfarë po ndodh atje? Do të pushtohet Venezuela, do zbresin amerikanët, do bombardojnë, do çojnë trupa në terren që është shumë e rrezikshme, mund të ketë kosto të larta. Maduro po bën manovrat ushtarake të fundit, është veshur ushtarakisht, po bën gati popullin për përballje. Do kemi invazion amerikan brenda me trupa, bombardim, mbaroj Venezuela apo do të jetë një përballje ushtarake e gjatë? Aktualisht jemi në fazën e parafundit të asaj që njihet si luftë psikologjike, luftë informative. Aktualisht një pjesë e madhe e njësive të caktuara gjenden në territorin e Venezuelës, në atë që njihen si rrjetet e inteligjencës dhe rrjetet e luftës guerile, të cilët bashkëpunojnë me një pjesë të opozitës, por jo vetëm. Nga ana tjetër kemi një vizion shumë të qartë të presidentit Trump për pastrimin dhe luftë kundër narkoshteteve, pra jo vetëm për rrjetet të cilat janë rrjetet e kokainës, rrjetet e narkotrafikut, rrjetet e narkoterrorizmit, se të gjitha janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, por edhe me vendet të cilat e mbështesin këto aktivitete. Dhe nga njëra anë kemi Maduron, nga ana tjetër kemi presidentin e Panamas, nga ana tjetër kemi të Ekuadorit dhe në mënyrë të veçantë të Kolumbisë, një ish vend aleat shumë i ngushtë
i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili, presidenti i cilës është çmendur në thojza, i cili flet për pavarësi e me radhë, ndërkohë që e kupton që është hera parë që një administratë amerikane që nga vitet, fillimi i viteve, fundi i viteve 80, të cilët po rifuten në Karaibe, po rifuten në Amerikën Latine për ta pastruar një herë për gjithmonë rrezikun dhe kërcënimin e narkotrafikut dhe futjes së toneladave të drogës, gjë e cila në bashkëpunim me Korenë e Veriut, në bashkëpunim me Kinën dhe aktorë të tjerë, po shkaktojnë vdekjen e miliona amerikanëve në vit. Dhe unë besoj që jemi në fazën e fundit, Maduro është gati për të dorëzuar çdo gjë në shkëmbim të një marrëveshje. Dhe ditët e fundit, të mos kesh as dyshimin më të vogël, që kemi negociata 24 orëshe dhe negociatat e 5-6 ditëve të fundit do të përcaktojnë fatin e kësaj. Do të kemi një konflikt, një përfshirje, apo sepse kemi intensifikim të përfshirjes diplomatike në mënyrë të veçantë Federatës Ruse dhe të Republikës Popullore të Kinës me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe nuk është vetëm Maduro, po është një ekuacion gjeopolitik i cili do të zgjidhet në momentin kur zgjidhet do gjendet midis këtyre tre aktorëve. Të falenderoj nga zemra, kolonel.